Pas invazionit rus, Kosova ishte një nga vendet më të zëshme në mbështetje të Ukrainës. Megjithatë, pavarësisht kësaj mbështetje, Ukraina vazhdon të mos e njohë pavarësinë e Kosovës. Për komentatorin politik Petrit Zogaj, deklarata e Zelenskit në Beograd ishte dëshmi se Kosova ka bërë gabime në pozicionimin e saj të fortë kundër invazionit rus në Ukrainë. Zogaj beson se pozicioni politik i Kosovës karshi kësaj lufte ishte i mbështetur dhe nga një supozim naiv, kalkulimi se Serbia do të zgjidhte Rusin duke u izoluar kështu nga bota perëndimore dhe rrjedhimisht Kosova do të përfitonte. Megjithatë, ai vlerëson se humbja më e madhe diplomatike e Kosovës nuk është qëndrimi mosnjohës i Ukrainës, por mos antarësimi i Kosovës në Këshillin e Europës. Përjashtimi i Rusisë nga kjo organizat krijoi një momentum të jashtëzakonshëm për Kosovën, dhe e cila situatë nuk u shfrytëzua. Politika jashtme e Kosovës dështoi në leximin e duhur të situatës dhe humbi shansin që të bëhet pjesë e Këshillit të Europës, dhe ky dështim do t'i kushtojë asaj shumë gjatë. Pra qëndrimi i Kosovës përkatësi me luftën në Ukrainë ishte emocional, shkurt pamës dhe kundër interesit nacional. Në anën tjetër, Serbia kishte një qëndrim të balancuar dhe në shërbim të politikës së saj të jashtme. Sot Kosova është e izoluar ndërkombëtarisht, ndërsa Serbia ka ndërtuar raporte shumë të mira me Perëndimin, duke i mirëmbajtur ato me lindjen, argumentoi Petrit Zogaj.